tuaj shumë drejt dhe shumë sakt tregon atë çfarë i kanë treguar fëmija, dhe ai version është që unë dhe fëmijët kemi vrapuar nga makina. Kjo si thash vërtetohet edhe në deklaratën e tij, e cila është e cituar në aktakuz. Pastaj me këtë proces gjyqësor atë drejt shumë herë, disa herë, është përmendur edhe zoti Bexhet Pasulli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast, dhe padrejtësisht ju është përmendur emri dhe kisha të nevojshme ta sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij, sepse është e padrejtë. Nderuar të gjykues, ju do të merrni vendim së shpejti për këtë rast. Ne kemi propozuar, si thot avokati, një CD ku shihet komunikimi me fëmijët, ndryshe nuk do ta kishim propozuar, po mos tek ekzistonte. Dhe e vetmi arsye pse nuk kam komunikim të rregullt me fëmijët është sepse gjendem në moshën e paraburgimit, dhe jo pse fëmijët nuk dëshirojnë me folë apo diçka tjetër, madje është shumë e ulët që citohen rrejshëm fëmijët e mi, kinse kanë deklaruar kështu, kinse ashtu. Natën e vrasjes, unë ja dorëzova fëmijët familjes Ademaj. Nëse nuk është në punë të shkruar, duhet ta evidentojmë në proces verbal, po injektojmë. Unë gjatë këtyre viteve për ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rrallë, të cilën nuk e kam kryer. Unë nuk kam organizuar kurrë vrasje, as nuk kam marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kam parë vrasjen. As unë as fëmija. Sepse në momentin e vrasjes, unë dhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Këtë e tregon edhe Leonard Ademaj në deklaratën e tij, dhënë në polici, por jo vetëm në polici, por edhe në media. Mund ta shihni. Vetëm pak më nga dalë sepse do të me evidentojmë çka në proces verbal.